Islami nëpërmjet haditheve 7. Bajrami, ditët e gëzimit dhe hares. Aisha rëfen se dy vajzat vogla nga sklevrit e ensarve që nuk ishin këngëtare, për nder të ditës Buathit, këndonin këngë me tema që lavdëronin ensarët dhe qortonin armiqtë e tyre. Në atë moment erdhi Ebu Bekri dhe tha: "Në shtëpinë e të dërguarit të Allahut me instrumentet shejtanit?" Kjo ishte në ditën e Bajramit dhe i dërguari i Allahut, paqja qoftë mbi të, urdhëroi: "O Ebu Bekr, çdo shoqëri ka festën e vet dhe kjo është festa jonë." Enes ibn Malik u rëfen: "Në ditën që erdhi i dërguari i Allahut, paqja qoftë mbi të, në Medinë, njerëzit argëtoheshin 2 ditë. I dërguari i Allahut, paqja qoftë mbi të, pyeti: "Çfarë karakteristikash kanë këto ditë?" U përgjigjen se në periudhën e ignorancës argëtoheshim në ato ditë. Pas kësaj i dërguari i Allahut, paqja qoftë mbi të, urdhëroi: "Padyshim se Allahu ato festa i ka ndryshuar me 2 festa më të mira dhe më të vlefshme, e ato janë Bajrami i Kurbanit dhe i fitrave, Ramazanit." Berra ibn Azibi rëfen se i dërguari i Allahut, paqja qoftë mbi të, në ligjëratën e hutbes tha: "Sot puna jonë e parë është që të falim namazin e Bajramit, më pas të presim kurban. Kush vepron në këtë mënyrë ka vepruar në përputhshmëri me sunetin tim." Robi i çliruar i Ibn Ezherit, Ubu Ubejdi, thot: "Kalova një Bajram bashkë me Omer ibn Hatabin. Erdhi Omeri dhe na fali namazin. Pastaj duke u kthyer nga xhamati mbajti një fjalim dhe tha: I dërguari i Allahut ka ndaluar agjërimin gjatë këtyre ditëve. Njeri pasi të kryet agjërimi i Ramazanit, ditën e parë të Bajramit, dhe tjetra ditën kur i pritni kurbanet dhe hani nga mishi i tyre." Sipas asaj që përcillet nga Ebu Hurejra, i dërguari i Allahut, paqja qoftë mbi të, ka thënë: "Ramazani është dita kur fillon agjërimin. Bajrami i Ramazanit është dita kur e mbaron agjërimin, edhe Bajrami i Kurbanit është dita kur therrni kurbanet." Ishte dita e Kurban Bajramit në Medinë. 2 vajzat vogla në praninë e Aishës këndonin këngë me def dhe këndonin poezi me përmbajtjen e luftës së Buathit, e cila kishte ndodhur para ardhjes së Islamit në Medinë. I dërguari i Allahut ishte në dhomën tjetër i shtrirë në shtratin e vet, i mbuluar dhe me shpinën e kthyer duke pushuar. Në atë moment hyri Ebu Bekri dhe me siguri duke menduar se janë duke shqetësuar të dërguarin e Allahut, paqja qoftë mbi të, gjatë pushimit, ju drejtua Aishës me të folur të ashpër: "Pran pejgamberit me instrumente të shejtanit?" Pas këtij reagimi të Ebu Bekrit, i dërguari i Allahut, paqja qoftë mbi të, zbuloi fytyrën dhe urdhëroi: "O Ebu Bekr, mos u përzije me to sepse këto janë ditë feste." Argëtimi, si në çdo kulturë ashtu edhe në kulturën arabe, kishte një vend të posaçëm. I dërguari i Allahut, duke i kujtuar Ebu Bekrit vendin e argëtimit në jetën e njeriut, thoshte: "Çdo shoqëri ka festat e veta, dhe kjo është festa jonë." Me këtë ka theksuar se Bajramet janë ditë të veçanta sepse janë ditët e harimit, të pikëllimit dhe shqetësimit dhe shumëfishimit të gëzimeve. Argëtimi i përbashkët në këto ditë rrit ndjenjën e përkatësisë dhe gjithashtu kontribuon në mbrojtjen e identitetit. I dërguari i Allahut, paqja qoftë mbi të, gjatë jetës së tij, posaçërisht në periudhën e Medinës, bashkë me muslimanët, festat i kalonte në një atmosferë gëzimi dhe lumturie. Një ditë në një Bajram në xhami po këndonin vajzat vogla dhe disa etiopianë bënin lojra me shtiza dhe mburoje. I dërguari i Allahut, paqja qoftë mbi të, bashkë me Aishën, i kishin shikuar dhe kishin parandaluar Omerin që të ndërhynte në shfaqje dhe nuk kishte lejuar shqetësimin e tyre. Tradita e organizimit të argëtimeve gjatë festave ka vazhduar edhe më pas. Madje edhe njëri nga sahabët, Iyaz ibn Amr el-Eshariu, i cili ishte dëshmitari një feste pa argëtim në qytetin Ambar, i habitur nga gjendje me të cilën nuk kishte mësuar, kishte ndjerë nevojën të paralajmërojë: "Pse nuk shoh tek ju atë që jam mësuar të shoh në kohën e të dërguarit të Allahut, ku në shoqërimin me instrumente muzikore
I dërguari I Allahut bashkë me fëmijët argëtoi. Argëtimi në festat e Bajramit ishte një suneti të dërguarit Allahut, paqja qoftë mbi të. Me ardhjen në Medinë, I dërguari I Allahut kishte parë se qytetarët e Medinës dyer në vit festonin duke u argëtuar. Këto ishin ditët e Nëvruzit dhe Mirijanit. Këto ditë njëri prej fëmijëve të Medinës, Enesi, I cili I përjetoi këto festa dhe zëvendësimin e tyre me bajramet e shpreh në këtë mënyrë. Në ditën që erdhi I dërguari I Allahut në Medinë, njerëzit argëtoheshin 2 ditë. I dërguari I Allahut pyeti se çfarë karakteristikash kanë këto ditë. Ata u përgjigjen se në periudhën e ignorancës argëtoheshim në ato ditë. Pas kësaj, I dërguari I Allahut paqja qoftë mbi të urdhëroi. Pa dyshim se Allahu ato festa I ka ndryshuar me 2 festa më të mira dhe më të vlefshme. E ato janë Bajrami I Kurbanit dhe I fitrave, Ramazanit. Edhe pse 2 bajramet ishin shpallur qysh në vitin e parë Hijri, festimi I tyre ishte bërë në vitin e 2 Hijri sepse I dërguari I Allahut në Medinë kishte mbritur më 8 Rebiul Ewel, 20 shtator 622. Pas këtij viti kishte mundësinë të vëzhgonte jetën dhe festat e Medinasve. Pas njoftimit për bajramet dhe për shkak se kishin kaluar muajt Ramazan dhe Dhulhigje, muslimanët festën e bajramit parë e kishin bërë në Ramazanin e 2 të vitit. Në vitin e 2 pas Hijretit në muajin Shaban, me obligimin e agjërimit, bajrami I Ramazanit është festuar në ditën e parë të muajit Shawal, 27 mars 624. Edhe pse haxhi është bërë obligim në vitin e 9 Hijri, festimi I bajramit Kurbanit ka filluar të festohet në ditën e 10 të muajit Dhulhigje të vitit të 2 Hijri. Tashmë muslimanët kishin 2 festa të veçanta. Këto festa I dallonin ata nga antarët e besimeve të tjera të cilët kishin adhurime të tjera. Këto 2 ditë të veçanta ishin të afërta me 2 periudha kohore të caktuara. E para me muajin e Ramazanit, e dyta me ditët e haxhit. Muslimanët që gjatë një muaji kishin agjëruar, kishin falur namaz, kishin dhënë zakatin dhe sadakan e fitrit, e kishin merituar të gëzoheshin dhe të ishin të lumtur pas një adhurimi 1 mujor, duke shpresuar në mëshirën e Allahut për punët e mira që kishin bërë. Lumturia e dytë u dhurua në periudhën e haxhit me bajramin e Kurbanit, me ëndrrën që kishte parë Ibrahimi se duhej të bënte kurban të birin e vet. Kurbani ishte përgjigje ndaj besnikërisë të tyre dhe muslimanët e kujtonin çdo vit. Me pjesëmarrjen e të gjithë muslimanëve, namazet e bajrameve faleshin në faltoret e hapura ose musalla, e cila në një mënyrë ishte edhe fillimi I bajramit. I dërguari I Allahut paqja qoftë mbi të, në namazin e bajramit bënte tekbire shtesë dhe në namaz lexonte suret Ala dhe Gashi. Më pas mbante hutben e bajramit. I dërguari I Allahut paqja qoftë mbi të, nuk falte tjetër namaz para namazit bajramit dhe pasi falte atë namaz kthehej në shtëpi dhe falte 2 rekate namaz. Puna e parë që bënte në ditën e bajramit Kurbanit ishte namazi dhe therrja e kurbanit dhe thoshte: ata që veprojnë në këtë mënyrë kanë vepruar sipas sunetit. Pas lutjeve urimi bëhej në faltoret e hapura apo namazgja. Urimet para se të largohen nga namazgjaja kishin kuptimin e bashkimit të zemrave, të cilat pak më parë ishin drejtuar nga kibla e tani në drejtim të njëri tjetrit. Në fakt, tubimi I muslimanëve në një vend dhe drejtimi drejt kiblës me ndjenja të njëjta ishte një festë në vetvete. Në identifikimin e ditës premte si ditë feste, padyshim ka luajtur rol të rëndësishëm karakteristika e bashkimit të muslimanëve në një vend. Në të njëjtën mënyrë ndodhe dhe me qëndrimin në Arafat, në tubimin e qindra mijëra muslimanëve prej çdo kombi race, të cilët e shohin Arafatin si një ditë feste. Nëse kemi parasysh transmetime të ndryshme në lidhje me rrugën e shkuarjes së të dërguarit Allahut paqja qoftë mbi të, drejt namazgjas dhe kthimit prej saj, do të shohim se namazgjaja ka qenë në një vend larg mesxhidit. Këtë sunet e kanë praktikuar edhe Aliu, Omeri, Ebu Hurejra dhe Abdullah ibn Omeri dhe disa nga të parat e ashabëve dhe në të njëjtën kohë e kanë transmetuar deri tek ne. Shkuarja në namazin e bajramit nga njëra rrugë dhe kthimi nga një tjetër
si dhe bërja e tekbireve ka qenë e mirë pritur dhe është pranuar si mustehab. Në shkuarjen dhe kthimin prej namazit Bajramit nga rrugë të ndryshme, me siguri është synuar përshëndetja dhe takimi me musliman të ndryshëm dhe festimi i Bajramit me ta. Në disa vende tradita e faljes namazit Bajrameve në namazgja vazhdon ende. Kjo traditë e bukur përfshin qëllimin e tubimit të çdo shtrese shoqërore në pjesëmarrjen në namaz dhe përjetësimin e një feste të vërtetë. Sipas transmetimit e Ebu Hurejrës, i dërguari i Allahut paqja qoftë mbi të gjitha bajramet i ka falur në namazgja, përpos një bajrami të cilin e falin në xhami për shkak të shiut. Kjo praktik tregon se falja e namazit të bajrameve në namazgja është e preferueshme, por tregon se mund falet edhe në xhami. I dërguari i Allahut paqja qoftë mbi të, për pjesëmarrjen në namazin e bajramit ka qenë shumë rigoroz, madje ka kërkuar prej grave që nuk kanë pasur rroba për bajram që t'ju hazojnë nga shoqet dhe të vijnë në namazgja. Atia, e cila ishte një grua prej ensarve, tregon se i dërguari i Allahut ka kërkuar që të vinë në namazgja të gjitha gratë e reja, plaka, të martuarat dhe beqaret. Madje ka thënë se edhe ato me menstruacione duhet marrin pjesë dhe të qëndrojnë në namazgja duke mos e falur namazin, por duke u bashkuar në lutje. Me këtë ka dëshiruar që në ditën kur të gjithë janë të lumtur dhe të gëzuar, për shkak të menstruacioneve të tyre disa gra të mos privohen nga kjo lumturi dhe gëzim. Në ditën e Bajramit, të gjithë muslimanët të mblidheshin në një vend të hapur, ku bëheshin tekbire dhe besimtarët thoshin amin në lutjet e përgjithshme. Ata bënin dua për bashkimin, mirëqenien, pastrimin nga gjunahet dhe për mbarësi e bereqet. Bajramet në të njëjtën kohë ishin ditë të bashkimit të besimtarëve duke u solidarizuar dhe ndihmuar njëri tjetrin. Pas një namazit Bajramit, i dërguari i Allahut paqja qoftë mbi të bashkë me Bilalin shkuan në praninë e zonjave dhe i urdhëroi: "O ju zonja, jepni lëmosh sepse është shumë më mirë për ju", duke kërkuar prej tyre që t'i ndihmojnë të varfrit. Kësaj thirrje të dërguarit të Allahut, gratë i janë përgjigjur duke dhuruar unazat, vathët dhe stolit e tjera. I dërguari i Allahut paqja qoftë mbi të, ashtu si në ditën e premte edhe për Bajram, merrte abdest dhe gusul. Në mëngjesin e ditës Bajramit dilte nga shtëpia pas lindjes së diellit dhe shkonte drejt namazgjas. Nëse ishte Bajrami Ramazanit, nuk dilte nga shtëpia pa e ëmbëlsuar gojën me disa hurma, ndërsa në Bajramin e Kurbanit, derisa të kthehej prej namazit Bajramit, nuk hante asgjë. Ky suneti i tij më pas u shndrua në traditën e shërbimit të musafirëve duke bërë ëmbëlsira. Bajramet janë ditët e ngrënies dhe shërbimit përbashkët, prandaj i dërguari i Allahut paqja qoftë mbi të e ka ndaluar agjërimin në këtë ditë. Ndalimi i agjërimit gjatë ditëve të festave bëhet që çdo kush ta përjetojë dhe ta ndajë këtë entuziazëm. Njëri nga dietarët e Medinës, Ebu Ubejdi, një kujtim të vetin e shpreh në këtë mënyrë: "Kalova një Bajram bashkë me Omeri ibn Hatabin. Erdhi Omeri dhe na fali namazin. Pastaj duke u kthyer nga xhamati, mbajti një fjalim dhe tha: I dërguari i Allahut ka ndaluar agjërimin gjatë këtyre dy ditëve. Njëri pasi të mbarojë agjërimi i Ramazanit, ditën e parë të Bajramit, dhe tjetra ditën kur therrni kurbanet dhe hani nga mishi i tyre." I dërguari i Allahut paqja qoftë mbi të ka thënë: "Ramazani është dita kur filloni agjërimin. Bajrami i Ramazanit është dita kur e mbaroni agjërimin. Bajrami i Kurbanit është dita kur therrni kurbanet." Për këtë shkak, muslimanët duhet ta fillojnë dhe mbarojnë Ramazanin në të njëjtën ditë, sepse këto janë karakteristika të vlefshmërisë së këtyre ditëve. Bajrami i Kurbanit përmendet edhe si ditët e Teshrikut, sepse lindjes së diellit i thon Teshrik dhe kjo është koha e namazit Bajramit. Në të njëjtën kohë Teshrik do të thotë therrje e kurbanit dhe shtrirje për tokë e mishit kurbanit për ta tharë në diell. Koha e prerjes kurbanit është pas lindjes së diellit. Një kuptim tjetër i Teshrikut është edhe dritë. Ashtu si dielli e ndriçon botën, edhe gëzimi i Bajramit u hap zemrën besimtarëve ndaj njëri tjetrit. Kjo e bën kuptim plotë pse Bajrami i Kurbanit përmendet edhe si ditët e Teshrikut.
Muslimanët duke filluar prej namazit sabahut dhe deri në ditën e 4 të Kurban Bajramit, pas çdo namazi farz, bëjnë tekbiret e teshrikëve, ku shprehin se të gjitha këto bekime janë nga Allahu dhe falenderojnë Zotin për dhurimin e këtyre mirësive. Është shumë me rëndësi që gëzimi dhe entuziazmi i Bajramit të mos e kërcënojnë sigurinë individuale dhe sociale. Në këtë ditë, çdo sjellje që nuk i takon shpirtit vëllazëror, madje edhe çdo sjellje që shkakton pasiguri, është e padëshirueshme. Për shembull, në Bajram ndalohet bartja e armëve. Një sjellje e këtillë shkakton ndonjë aksident ose në ndonjë lëvizje impulsive, e cila do të sjellë pikëllim dhe është në kundërshtim me shpirtin dhe frymën e Bajramit. Nëse kemi parasysh në plagosjen e njerëzve nga plumbat e hedhur pa kontroll, atëherë do ta kuptojmë më mirë parandalimin e këtyre ngjarjeve nga i dërguari i Allah, paqja qoftë mbi të. Agjërimi i Ramazanit në të njëjtën kohë pastron trupin dhe shpirtin, mundson që ta kuptojmë gjendjen e njerëzve të uritur dhe me ndihmën ndaj tyre bashkarisht festojmë gëzimin dhe lumturinë e Bajrameve me ndjenjën e barazisë. Për nder të Bajramit, pajtohen ata që janë të hidhruar, bëhen vizitat e më të moshuarit dhe pastrohen lidhjet dhe miqësitë. Në të njëjtën kohë shpërndahet mishi i kurbanit, që është shenjë e afërsisë dhe sinqeritetit tek të varfrit dhe skamnorët. Përfitohet afërsia me Allahun dhe bëhet afrimin mes njerëzve. Bajramet shndrohen në momente të përmbushjes së nevojave vëllazërore. Me këtë në shoqëri gjen vende dhe realizohet porosia e të dërguarit Allahut, paqja qoftë mbi të, i cili shoqërinë muslimane e krahason me trupin e njeriut. Pjesëmarrja e më shumë muslimanëve në namazet e Bajramit kundrejt namazeve të tjera duhet pranuar si një reflektim i mirë i tubimit të gjithë anëtarëve të shoqërisë muslimane. Kushtet moderne i kanë larguar njerëzit nga njëri tjetri, por me këtë rast dy herë në vit bashkohen dhe përqafohen, heqin mallin, nostalgjinë, pajtohen në vend që t'i kthejnë shpinën njëri tjetrit. Sikurse në çdo ibadet, edhe namazet e Bajramit, nëse i kuptojmë si përfitim individual dhe shoqëror, atëre kjo do të na mundsojë dashuri të madhe dhe ndjekje të këtyre vlerave. Çdo shoqëri ka festa publike dhe ceremoni fetare. Në ditë të sotme kemi ceremoni që zgjatin disa ditë dhe marrin pjesë me qindra mijëra njerëz. Këto kohë pas kohe shndrohen në humbje të vetdijes dhe çmendje në aspektin e konsumimit. Disa festime fatkeqësisht shndrohen në aktivitete që stimulojnë ndjenja individuale dhe egoiste, aktivitete që shkelin parimet morale. Islami në ceremonitë dhe traditat e tij nuk ka lejuar një argëtim që do ta dehë njeriu. Feja jon ka parapëlqyer argëtime të cilat lartësojnë vlerat njerëzore dhe kanë respekt të madh ndaj virtyteve njerëzore, duke na kujtuar se edhe argëtimi ka edukat. Në kulturën muslimane, Bajramet konsiderohen si periudha kohore që duke filluar prej botës së brendshme, i edukon individët dhe u mundson përkushtimin ndaj njëri tjetrit. Në këtë kontekst, muslimanët nuk duhet i perceptojnë festat si një rast për të ikur nga shoqëria apo si një argëtim të thjeshtë. Këto dy Bajrame që vijnë pas dy adhurimesh të mëdha dhe të çmuara, duhet festohen duke përjetuar përfitimin e paqes dhe ndërgjegjshmërinë që dhuron adhurimi. Festimi i Bajramit është ai festim kur festohet bashkarisht me ndërgjegjshmëri.